Këngëtari i njohur Kelly ka ndarë një lajm të mirë me fansat e tij pas disa muajsh mungesë në skenën muzikore për shkak të problemeve shëndetësore. Pak kohë më parë, ish banori i Big Brother VIP 4 zbuloi se ishte prekur nga një paralizë faciale e cila i kishte ndaluar gjysmën e fytyrës dhe qafës, duke prekur gjithashtu edhe kordat zanore. Kjo gjendje e papritur e kishte detyruar të tërhiqej nga koncertet dhe aktivitetet publike, duke lënë ndjekësit e tij të shqetësuar. Por së fundmi, Kelly ka publikuar një video në Instagram ku është faqur dukshëm më mirë, duke treguar se procesi i shërimit po ecën më shpejt se sa kishte pritur. Jam në fazën e rikuperimit që ka ndodhur në një kohë rekord. Shpresoj të shihemi së shpejti në projekte të reja, ka thënë këngëtari i njohur, duke i dhënë shpresë fansave që mezi presin dhe rikthimin e tij në muzikë. Ndjekësit kanë reaguar menjëherë me mesazhe mbështetëse dhe urime për shërim të shpejtë, ndërsa artisti shprehet i vendosur të kthehet fuqishëm me projekte të reja muzikore, duke treguar se pasioni për arti nuk e ndal as nga sfidat shëndetësore.